Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kritikuar ashtë për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan pas deklaratave të fundit të presidentit turk në lidhje me armëpushimin SBA-Iran. Izraeli në udhëheqjen time do të vazhdojë të luftojë kundër regjimit terrorist iranian dhe aleatëve të tij, ndryshe nga Erdogani i cili ndihmon ata dhe masakron qytetarët e tij kurd, tha Netanyahu mbrëm nëpërmjet një postimi në X. Disa orë pas shpalljes së armëpushimit midis Washingtonit dhe Teheranit, Erdogan paralajmëroi të mërkurën kundër provokimeve dhe sabotimeve të mundshme që mund ta minojnë atë pa hyrë në detaje. Ai gjithashtu kërkoi gjatë një telefonate me homologun e tij amerikan Donald Trump që armëpushimi 2 javor të përdoret në mënyrë që palët të arrijnë një marrëveshje të qëndrueshme paqeje dhe të mos lejojnë që ky proces të vjet në pikpyetje në asnjë rrethan. Presidenca turke ju përgjigj sulmit verbal të Netanyahut nëpërmjet X. Netanyahu, i cili po kryen gjenocid në Gaza dhe po sulmon 7 vende në rajon, ka guximin në dëshpërimin e tij për të synuar presidentin ton të respektuar, tha Burhanetin Duran. Ky kriminal kundër të cilit janë në pritje urdhër arreste, po e tërheq rajonin në kaos dhe konflikt si pjesë e strategjisë së tij për të mbijetuar politikisht, shtoi ai. Përshkallëzimi i konfrontimeve verbale midis zyrtarëve izraelit dhe turq vjen në sfondin e njoftimit nga zyra e prokurorit të Stambollit se po përgatitet të ndjek penalisht 35 persona përfshirë Benjamin Netanyahun, ministrin e mbrojtjes së qeverisë së tij Israel Katz dhe ministrin e sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir për kapjen pranë Gazës verën e kaluar të flotiljes së lirë, e cila u përpoq më kot të dërgonte ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Kjo padi me rëndësi kryesisht simbolike kërkon vendosjen e dënimeve me burgim prej mijëra vjetësh për gjenocid, privim nga liria dhe torturë, sipas agjencisë shtetërore turke të lajmeve Anadolu. Zëvendës presidentit turk tha se deklaratat e Netanyahut nuk tregojnë gjë tjetër veç se pakënaqësinë dhe fajin e tij, ndërsa ministri turk i drejtësisë Akin Gurlek tha se ai foli për një qëndrim iracional dhe të pabazuar. Ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz gjithashtu sulmoi verbalisht presidentin turk nëpërmjet X. Erdogan, i cili do të ishte një tigër letre pasi nuk reagoi ndaj lëshimeve të raketave nga Irani kundër territorit turk, përdor antisemitizëm dhe sjell gjyqje simuluese në Turqi kundër udhëheqësve politik dhe ushtarak izraelit, pretendoi ai. Çfarë absurditeti i madh, një antar i vllazërisë muslimane i cili masakroi kurdët, akuzon Izraelin i cili po mbron veten kundër aleatëve të tij të Hamasit për gjenocid, vazhdoi ministri duke shtuar me sarkazëm se do të kishte bërë më mirë nëse do të kishte heshtur.